Serbia nuk do të hap grupin e tretë të negociatave me Bashkimin Evropian dhe presidenti Aleksandar Vučić duke mos marrë pjesë në samitin e sotëm Bashkia Evropiane Ballkani Perëndimor në Bruksel, po dërgon një protestë për shkak të mos respektimit të detyrimeve nga ana Bashkisë Evropiane. Drejtori i Institutit për Studime Europiane Slobodan Zečević theksoi se kriza politike në vend dhe marrëdhëniet e pasgjidhura me Prishtinën e bëjnë edhe më të vështirë rrugën europiane të Serbisë. Si i ftuar në programin e mëngjesit të radio televizionit të Serbisë, Zečević theksoi se presidenti bëri atë që ju kërkua, por në këmbim nuk mori përgjigje pozitive për hapjen e grupit kapitujve. Në Kosovë edhe sot zyrtarisht ka filluar fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të cilat po mbahen me 28 dhjetor, tha zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi, i cili saktësoi se fushata për 24 objekte politike me 1180 kandidat do të zgjasë deri në hapjen e qendrave të votimit gjithsejt 11 ditën e shtator. Si theksoi ai, ligji përcakton një numër veprimesh të ndaluara për objektet politike, kandidatët dhe mbështetësit e tyre gjatë fushatës zgjedhore, të cilat kryesisht referohen mos ndërhyrjes në fushatën e një kundërshtari politik dhe ndalimi i rrept i kërcënimeve dhe i dhunës gjatë procesit zgjedhor. Në sallën sportive të mbushur plot në Mitrovicën e Veriut u mbajt konventa listës serbe, e cila zyrtarisht nisi fushatën për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Kryetari i listës serbe Zlatan Eleku bëri thirrje të gjithë serbëve që kanë të drejtë vote në Kosovë të dalin në votime dhe, siç tha ai, të ftojnë së bashku 10 mandatet parlamentare të parashikuara për pjesëtarët e komunitetit serb. Ai tha se zgjedhjet e fundit lokale treguan gjithashtu se kur serbët janë të bashkuar, ata kurrë nuk mund të mposhten. Përveç Elek, në tubim folen edhe nënkryetari i listës serbe Igor Simić dhe kryetari i komunës së Mitrovicës të Veriut Milan Radojević. Komesariati i Serbisë për Refugjat dhe Migracion ka ftuar persona të zhvendosur brenda vendit nga Kosova, të cilët janë vendosur përkohësisht në Serbinë qendrore, të votojnë në zgjedhjet e Kosovës me 28 dhjetor. Siç thuhet në ftesë, populli serb nga Kosova dhe Metohia edhe një herë ka mundësi të zgjidhë të ardhmen e vet në zgjedhje dhe të gjithë ata që kanë një kartë identiteti të vlefshme të lëshuar nga institucionet në Prishtinë kanë të drejtë vote. Për çdo informacion shtesë, Komesariati ka hapur një numër telefoni pa pagesë, numri është 0803 0506, i cili është i disponueshëm gjatë ditëve të punës nga ora 8 deri në orën 16. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović beson se mesazhi kryesor i fushatës parazgjedhore do të jetë se kush është fartuar për zgjedhje të reja dhe se mesazhet përfundimtare do të referohen vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian për të hequr sanksionet ndaj Kosovës. Sipas tij, serbët janë më tash pjesë e fushatës së partive shqiptare dhe ai beson se mesazhet kundër tyre do të jenë veçanërisht e forta ndërsa fushata po e afrohet fundit. Dušan Radaković nga Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike në Mitrovicën e Veriut nuk pret një fushatë zgjedhore të ndryshueshme nga ajo e shkurtit dhe deklaroi se votuesit janë të lodhur gjë që do të refuzojnë në një numër më të ulët votash. Serbët thonë do të jetë tema e partive shqiptare, veçanërisht vendvendosjes e cila nuk ka asgjë për të ofruar përveç ultranacionalizmit. Analisti politik Nejmedin Spahiu vlerësoi se të gjitha temat në fushatat parazgjedhore janë përdorur dhe se mesazhet e partive politike do të jenë të njëjta si në zgjedhjet e fundit, si dhe narrativa e qetësimit të Veriut e theksuar nga Albin Kurti nuk do të gjejë jehon tek votuesit si më parë. Gjykimi në rastin e Banjskës, i cili po zhvillohet kundër Dušan Maksimovićit, Vladimir Tolićit dhe Blagoje Spasojevićit, vazhdoi në Prishtinë. Seanca dëgjimore e Dragana Antonjevićit, e cila nuk u paraqit në seancë, ishte caktuar për sot, kështu që u lexua vetëm deklarata e saj.
Në seancën dëgjimore me 16 janar, gjykata do të dëgjojë dëshmitaren e mbrojtjes të propozuar nga avokatja Jovana Filipović dhe avokati Miloš Delević deklaroi se vendimi i shkallës së parë do të shpallet shumë shpejt. 3 serbët e akuzuar për sulm ndaj rendit të Kushtetutës të Kosovës dhe terrorizëm. Gjykata Supreme e Kosovës rrëzoi vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për të shkarkuar Besim Kelmendi nga pozicioni i kryeprokurorit në detyrë. Kelmendi u shkarkua me 20 nëntor me votat e 5 antarëve të Këshillit. Ndryshimi erdhi me kërkesën e antarës së Këshillit Jehona Grantolli, pasi në mediat u shfaq akuza se ai kishte bashkëpunuar me gjyqtaren serbe Danica Marinković në rastin e Reçakut në vitin 1999, të cilën të dytë e mohuan. Moti nesër në Serbi në mëngjes do të jetë i ftohtë dhe me mjegull, ndërsa gjatë ditës do të ketë vranësira mesatare, do të fryrë lehtë ose mesatare nga juglindja. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -4 deri në 4, kurse ajo më e larta ditore do të jetë nga 8 deri në 15 gradë Celsius.